19 janar deri në 25 janar. Energjitë javore dhe mesazhi për të gjitha shenjat. Java që vjen sjell një ritëm më të qartë, por edhe kërkon vëmendje ndaj detajeve që zakonisht anashkalohen. Energjitë nga data 19 janar deri në 25 janar nuk janë të zhurmshme, por janë këmbëngulëse dhe kërkojnë përgjigje konkrete. Disa shenja do ndjejnë shtys për të ecur përpara, të tjera do kenë nevojë të ndalojnë dhe të rishikojnë drejtimin. Nuk është javë për nxitim, por për zgjedhje të vetëdijshme. Çdo vendim i vogël mund të ketë ndikim më të madh se sa duket në pamje të parë. Dashi, kjo javë të kërkon të ngadalësosh ritmin dhe të mendosh më strategjikisht për veprimet e tua. Nga data 19 deri më 25 janar, energjia përreth teje favorizon planifikimin dhe jo impulsin. Në punë, një situatë që dukej e thjeshtë mund të kërkojë më shumë durim dhe komunikim të qartë. Mos reagoni menjëherë ndaj provokimeve, sepse fjalët e nxituara mund të keq interpretohen. Në marrëdhënie, është e rëndësishme të dëgjosh më shumë se sa të flasësh. Dikush pranë teje ka nevojë për qetësi dhe mirëkuptim, jo për presion. Financiarisht, java është neutrale, por kërkon kujdes me shpenzimet e vogla që grumbullohen pa u vënë re. Fizikisht mund të ndihesh më i lodhur se zakonisht, prandaj pushimi bëhet i domosdoshëm. Kjo nuk është javë për prova force, por për ndërtim të qëndrueshëm dhe vendime të mençura që japin rezultate më vonë. Demi, energjitë e kësaj jave të shtyn të rishikosh prioritetet dhe mënyrën si po e shpërndan energjinë tënde. Nga 19 deri më 25 janar, fokusi kalon te stabiliteti dhe siguria personale. Në aspektin profesional, një bisedë e rëndësishme mund të hapë rrugë për qartësi, por vetëm nëse je i sinqert me veten. Mos u kap pas rutinës vetëm sepse është e rehatshme. Në marrëdhënie, kërkohet më shumë fleksibilitet dhe më pak kokëfortësi. Një kompromis i vogël mund të përmirësojë ndjeshëm klimën emocionale. Financat kërkojnë vëmendje, sidomos në lidhje me plane afatgjata. Është moment i mirë për të menduar për kursime ose riorganizim. Emocionalisht, java sjell nevojë për qetësi dhe kontakte të pakta, por cilësore. Mos u izolo plotësisht, sepse mbështetja e duhur të ndihmon të ndihesh më i sigurt dhe më i balancuar. Binjakët, kjo javë të vendos përballë nevojës për fokus dhe për zgjedhje më të kujdesshme të angazhimeve. Nga data 19 janar deri në 25 janar, shpërndarja e energjisë në shumë drejtime mund të lodhë mendërisht. Në punë, është e rëndësishme të përfundosh detyrat e nisura para se të marrësh përgjegjësi të reja. Komunikimi mbetet pika jote e fortë, por duhet përdorur me maturi. Në jetën personale, një sqarim i vonuar mund të sjellë lehtësim dhe afrim emocional. Mos e shmang bisedën që ke shtyr prej kohësh. Financiarisht, java është e qëndrueshme, por jo ideale për rreziqe. Emocionet luhaten, ndaj është e dobishme të gjesh kohë për veten dhe të qetësosh mendjen. Kjo është javë për organizim të brendshëm dhe rregullim të prioriteteve, jo për nxitim apo vendime të papërgatitura. Gaforja, energjia e kësaj jave të fton të mbrosh hapësirën tënde emocionale dhe të vendosësh kufi më të qartë. Nga 19 deri më 25 janar, ndjeshmëria jote rritet dhe reagimet emocionale bëhen më të forta. Në punë, është e rëndësishme të mos i marrësh gjërat personalisht. Një kritik nuk është sulm, por mundësi për përmirësim. Në marrëdhënie, kërkohet sinqeritet dhe hapje emocionale. Mos i mbaj brenda ndjenjat, sepse kjo krijon tension të panevojshëm. Financat kërkojnë kujdes dhe planifikim, sidomos në shpenzime familjare. Është javë e mirë për të rregulluar çështje shtëpie ose për të menduar për rehati afatgjat. Shëndeti emocional ka prioritet, ndaj gjej kohë për pushim dhe aktivitete që të qetësojnë. Kjo javë nuk kërkon veprime të mëdha, por stabilitet dhe përkujdesje ndaj vetes. Luani, java nga 19 deri më 25 janar të vendos përballë nevojës për të rregulluar mënyrën si shpreh autoritetin dhe dëshirat personale. Në punë mund të ndihesh më i vëzhguar se zakonisht, prandaj kërkohet maturi dhe profesionalizëm. Një përgjegjësi shtesë mund të duket e lodhshme, por sjell mundësi për të treguar aftësitë reale. Në marrëdhënie, është e rëndësishme të mos imponosh mendimin tënd. Dëgjimi dhe respektimi i hapësirës së tjetrit forcon lidhjen. Financiarisht, java kërkon kontroll dhe shmangje të shpenzimeve impulsive. Emocionalisht, ndihesh më i ndjeshëm ndaj vlerësimit të tjerëve, por mos e lidh vetë vlerësimin me miratimin e jashtëm.
Kjo është javë për të balancuar forcën me përullsinë. Kur vepron me qetësi dhe siguri të brendshme, rezultatet bëhen më të qëndrueshme dhe më të dobishme. Virgjëresha, energjitë e kësaj jave të shtyn të përqendrohesh te detajet që ke lënë pas dore. Nga 19 deri më 25 janar, organizimi dhe rregulli bëhen çelësiut kryesor. Në punë, një situatë kërkon analizë të kujdesshme dhe jo reagim emocional. Aftësia jote për të parë gabimet ndihmon, por mos u bëj tepër kritik me veten. Në marrëdhënie, është e rëndësishme të shprehësh ndjenjat pa i filtruar tepër. Perfeksionizmi mund të krijojë distancë nëse nuk kontrollohet. Financiarisht, java është e favorshme për rishikim buxheti dhe planifikim praktik. Emocionalisht, ndihesh më i qetë kur ke strukturë dhe rutinë. Kujdesu për shëndetin duke mos neglizhuar pushimin. Kjo javë të mëson se jo çdo gjë duhet të jetë perfekte për të funksionuar. Pranimi i realitetit sjell lehtësim dhe stabilitet afatgjatë. Peshorja, kjo javë sjell nevojë për ekuilibër mes dëshirave personale dhe pritshmërive të tjerëve. Nga data 19 deri më 25 janar, do përballesh me zgjedhje që kërkojnë drejtësi dhe qartësi. Në punë, bashkëpunimi është kyç dhe shmangia e konflikteve bëhet prioritet. Mos u tërhiq nga vendimet vetëm për të ruajtur paqen, sepse kjo mund të krijojë pakënaqësi të brendshme. Në marrëdhënie, dialogu i hapur ndihmon në sqarimin e keqkuptimeve të vogla. Financat kërkojnë balancë dhe shmangje të shpenzimeve për të kënaqur të tjerët. Emocionalisht, java të fton të dëgjosh nevojat e tua, po aq sa ato të njerëzve përreth. Është moment i mirë për reflektim dhe rregullim prioritetesh. Kur vendos kufi të shëndetshëm, ndihesh më i lehtë dhe më i qetë në vendimet e tua. Akrepi, energjia e kësaj jave të fton të përballesh me çështje të thella që kërkojnë sinqeritet. Nga 19 deri më 25 janar, intuita jote është e fortë dhe të udhëheq drejt të vërtetës. Në punë, një situatë kërkon vendosmëri dhe mos kompromis me vlerat personale. Mos lejo manipulime ose presion të fshehtë. Në marrëdhënie, ndjenjat intensifikohen dhe kërkojnë komunikim të hapur. Mbajtja e sekreteve mund të krijojë tension. Financiarisht, java është e qëndrueshme, por kërkon kujdes në marrëveshje. Emocionalisht, ndihesh i fuqishëm kur përballesh me frikërat dhe nuk i shmang ato. Kjo javë nuk është për sipërfaqësi, por për transformim të brendshëm. Kur pranon ndryshimin dhe lë pas kontrollin e tepërt, ndihesh më i lirë. Energjia e javës të ndihmon të mbyllësh një kapitull dhe të përgatitesh për një fazë më të fortë. Shigjetari, java nga 19 deri më 25 janar të fton të reflektosh mbi drejtimin që ke zgjedhur dhe motivet reale pas vendimeve të fundit. Në punë, mund të ndihesh i shpërndar mes dëshirës për liri dhe nevojës për përgjegjësi. Është e rëndësishme të mos shmangësh detyrimet duke kërkuar vazhdimisht diçka të re. Në marrëdhënie, sinqeriteti është thelbësor, sidomos kur bëhet fjalë për pritshmëri afatgjata. Një bisedë e hapur ndihmon në shmangjen e keqkuptimeve. Financiarisht, java kërkon maturi dhe vlerësim realist të mundësive. Mos u nxit për investime apo shpenzime të mëdha. Emocionalisht, ndihesh më i qetë kur ke një qëllim të qartë përpara. Kjo javë të mëson se liria e vërtet nuk vjen nga ikja, por nga zgjedhjet e vetëdijshme dhe të qëndrueshme. Britsjapi, energjitë e kësaj jave theksojnë përgjegjësinë, përkushtimin dhe strukturën që ti i vlerëson natyrshëm. Nga 19 deri më 25 janar, fokusi është te puna dhe objektivat afatgjata. Një përpjekje e vazhdueshme fillon të jap shenja konkrete përparimi, edhe pse jo menjëherë të dukshme. Në marrëdhënie, është e rëndësishme të mos e lësh mënjan anën emocionale për hir të detyrimeve. Një gjest i thjesht vëmendjeje forcon lidhjet. Financiarisht, java është e qëndrueshme dhe e favorshme për planifikim realist. Mos u ngut për ndryshime drastike. Emocionalisht, mund të ndjesh lodhje, ndaj pushimi dhe balanca janë të domosdoshme. Kjo javë nuk kërkon sakrifica të reja, por vlerësim të asaj që ke ndërtuar deri tani. Kur i njeh kufit e tu dhe i respekton, rruga bëhet më e qartë dhe më e qëndrueshme. Ujori, kjo javë sjell nevojë për riorganizim të mendimeve dhe planeve personale. Nga data 19 deri më 25 janar, ndihesh i shtyrë të ndryshosh diçka në rutinën tënde, por është e rëndësishme ta bësh me qartësi. Në punë, idetë e reja janë të vlefshme, por kërkojnë strukturë për t'u realizuar. Mos nxitoni të ndani planet para se t'i keni të qarta.
Në marrëdhënie, kërkohet më shumë prani dhe më pak distancë emocionale. Një dialog i sinqert ndihmon në afrim. Financiarisht, java është neutrale, por jo e përshtatshme për rreziqe. Emocionalisht, ndihesh më mirë kur ndjek ritmin tënd dhe nuk ndikon nga presioni i jashtëm. Kjo javë të fton të bashkosh origjinalitetin me përgjegjësinë për rezultate më të qëndrueshme. Peshqit, energjia e kësaj jave të fton të përqendrohesh te mirëqenia emocionale dhe kufit personal. Nga 19 deri më 25 janar, ndjeshmëria jote rritet dhe kërkon kujdes të veçantë. Në punë, është e rëndësishme të mos përfitësh stresin e të tjerëve. Qartësia në komunikim ndihmon në shmangjen e keqkuptimeve. Në marrëdhënie, java sjell nevojë për siguri emocionale dhe mbështetje të ndërsjellë. Mos u frikëso të shprehësh atë që ndjen. Financiarisht, java kërkon kujdes dhe shmangje të shpenzimeve të panevojshme. Emocionalisht, pushimi dhe momentet e qeta janë thelbësore për ekuilibrin tënd. Kjo javë nuk është për sakrifica të mëdha, por për përkujdesje ndaj vetes. Kur i respekton nevojat e tua, ndihesh më i fortë dhe më i qartë në vendime. Java 19 janar deri në 25 janar kërkon vëmendje, qartësi dhe vendime të vetëdijshme për çdo shenjë. Energjitë nuk nxisin nxitim, por pjekuri dhe përgjegjësi personale. Nëse e ndjeve mesazhin e shenjës tënde, përdore si udhërrëfyes për ditët në vijim. Shkruaj në komente shenjën tënde dhe si po e përjeton këtë javë. Qëndro i lidhur me ritmin tënd dhe lejo energjitë të udhëheqin me qetësi.